prej asaj comfort zonës, prej asaj rregullit ku ai ka jetu, ku ai ka kriju, po që se e largove, atë do ta vrasësh me duart e tua. Sepse ai do të dihet aty i humbur, nëse po flas ka fëmijë, ka djalë, vajzë, një pambesa e të tjera. Çfarë do lloj kushtesh le të jenë brenda asaj shtëpie, në momentin që ti e largove, sepse ai aty i bie që ka humb identitetin, ka humb veten e tij dhe ai se merr veten dot. Në asnjë formë nuk pajtohem, se ka raste kështu kur vinë konsultohen, për shembull, gratë e reja, nuset e reja, sepse kanë një mosmarrëveshje me vjehrat ose kështu në përgjithësi, gjithmonë tentoj me gjetë një qasje të mirë adekuate për faktin se është pak e vështirë, jo pse gjyshurit nuk ndërhyjnë në edukimin e fëmijëve, sepse ashtu janë mësuar, mirë po thjesht nuk është një gjë e madhe që të ulen dhe të komunikojmë. Dhe komunikimi zgjedh çdo lloj problemi mes familjes, shoqërisë, kolegëve dhe çdo kujt tjetër. Zotri Kastrati, si e shihni ju respektin që moshat e reja e kanë ndaj të moshuarve? A ka humb pak ky respekt? Në fillim e cekëm, modernja ka orë diqysh si me vrull. Së në kemi bëha tranzicionin kulturor, që është duhe sukur që këtë bëtë tjetë, kë parfolë që ka folë, bukur si shumë lidhe me këtë sen. është një barire mollë në mes vjetërës edhe tres. Do më shoqëria... Çfarë mendojnë të rritë për vjetërit Kosovë? E çfarë mendojnë ju për të rritë? Unë mendoj që të rritë nuk mund me te i kalu qatë barire, qatë homnerë që ekziston në mes vjetër e të rive. Për shkak tradicionit kulturor të shpejt që o bon. Ndërsa ato që po thu për komunikim, psikologja që tha komunikim, mënyra ma mirë për të eliminu kundërthonjet është bashkëbisedimi. Sa aty e shë vetën ku ki keq, ku ki mirë. Te të rritë e shë që nuk futën bashkëbisedim. Po e patëm fjallën bashkë kur hym aty, a me njëherë të linqonë, thëtë ti e komunist edhe ku që është. Edhe kryet... Ti e komunist? Po. Jo veç mu, po edhe tjere. Tash a e më kënë komunista që për nuk e di. Se për porë më këtë thonë, nuk je komunist. Tash kjo djallë jam, thë ti e komunist. Më linqon, gjurë edhe kryet me atë punë. Me këto, po pajtuam shumë me psikologun, edhe me këtë parafolcin, që thëtë bashkëbisedimi, konverzioni, i eviton problemet edhe kundërthonjet vjetë të tri. Zoti Tushi tha, kemi qef me u plak herët na, një farë mënyre. A është e vërtet se shumë si të dalin pension të përfundoj tash gjithë shka për mu edhe plakën para kohë. Profesori? E ceku bol mirë në Gjermani. Ati nuk plakën për shkak që ka mbështetje financiare, është i para përgaditën, ndërsa të na s'ka qërë para përgaditën me 120 euro. Si del, duhet mi u kesh djallit apo qikës asë, është i varën, s'ka qarë pa i këqyrë që po thëtë minë, se nëse së këqyrë s'ka kush e mbështet. Do të thëtë plakët deshtja zetë. Me pas pare, do të ishëm relaksu, këshëm shku, këshëm shëtit botën, që është koha ma mirë, që kemë kohë mas shumë ti, këto nuk mujë me shridzu, po mbyllemi për shkak mbështetjes financiare. Këto është e keqja e nërë. Për ato dhe plakëmi. Jo për tjetër sanë që s'di me jetu, s'di me së. Faleminderit shumë. Faleminderit për përgjigjet.